Au infektua del analiza mjekësore kryebashkiakut të Gjirokastrës. Është publikuar analiza mjekësore kryer në Greqi në lidhje me kryebashkiakun e Gjirokastrës Flamur Golemi, për të cilin ditë të fundit është aluduar se është prekur nga HIV/AIDS. Analiza tregon gjendje virale, por hedh poshtë prekjen nga virusi pretenduar HIV/AIDS i transmetueshëm seksualisht. Edhe një ditë më parë, Bashkia e Gjirokastrës e quajti shpifje dhe sajes lajmin që po qarkullon në rrjet se kryebashkiaku Flamur Golemi dhe 18 punonjës janë të infektuar me virusin HIV/AIDS. Ky pretendim u publikua fillimisht nga gazetari dhe ish kandidati për deputet Basir Çollaku në një postim në Facebook. Në një reagim të gjatë në Facebook, Bashkia e Gjirokastrës thekson se këto pretendime janë tërësisht të pavërteta, të sajuara dhe pas një bazë faktike apo reale. Sipas tyre, ky është një akt dezinformimi i cili synon të dëmtojë figurën e institucionit, kryetarit bashkisë dhe punonjësve. Bashkia e Gjirokastër dënon me forcën më të madhe përhapje në rrjetet sociale dhe në çdo formë tjetër publike të informatave dhe pretendimeve të reme të fabrikuara dhe alarmuese, të cilat kanë për qëllim të qartë krijimin e një gjendje pasigurie dhe paniku tek qytetarët. Pretendimet e shpërndara së fundmi, sipas të cilave kryetari i bashkisë dhe 8 punonjës të këtij institucioni rezultojnë të infektuar me virusin HIV/AIDS, janë tërësisht pavërteta, të sajuara dhe pas një bazë faktike apo reale.